E kam filluar me 600 euro në xhep, lokajin e parë. Kam rrezikuar 130.000 euro. Jemi në Banjë Vignoni, ka 20 banor, ka 40 hotele, ka miliona turista. Unë tregoj për herë që jam shqiptar, nuk kam marrë. Kemi jarë në Gomorën në Altë Gjashten, me mamën e motrën e parë, kam 2 motra, e dyta ka le në Shqipëri. Kemi nejtë 3 vjetë, pastaj kemi kthej në Shqipëri, kemi jarë prapë në 2001 regular. Ma menoj se mama e baba dhe të gjithë për në shqiptarë këmë ba sakrifica që unë e ti nuk e dija mund të bajmë. Është një gjë nuk është e imagjinueshme. Me marrë jetën, domethënë, s'ke pas asnjëherë në komunizëm, ato kanë pas një dëshirë dhe një gjë të pastër me demonstruar naturalisht ato që është familja për Shqipëri.